Ke vu jetën tash tënde. këtu në bota, këtu e kom bone një jamë në botë, Po. se jamë në si vdi sa di kus po mune me më mësu ndërkombëtar. Kanë pyet çka studion edhe kush është, edhe këtu ma kanë mësu emnin studentja e drejtësisë, humanistja shqiptare. Tani atje jam shku në fakultetin e njerëzimit si kam lidh profesora shqiptar, që kam gjetë fakultetit juridike na organizu me nal popullatën civile në tokat Maqedone. Pastaj kam shkuar në për ambasadat e shteteve të Evropës edhe të Amerikës në Maqedoni. Kam bisedu me ata që mos me lën asnjë qytetar shqiptar që kemi ikë prej luftës me dal jashtë vendit, po me qëndru në Maqedoni që mu rikthy ma shpejt në Kosovë. Pastaj jam shku kam fol me generalin e NATO-s në Tetov, ka qenë shtetit Gjerman, në kuadër të NATO-s. Kam kërku prej tyre, kam marrë 2 gazeta, në njërën gazet, paramilitarët sërbe e kishin marrë, ja kishin prej grus shtatzon barkon, edhe kishin nxjerrë fëmijët në thik nanës, në prej barkut nanës me thik, e kanë nxjerrë fëmijën në bart nanës,